Nuk ka njerëz më të keq trajtuar, më të shpërfillur se pensionistët shqiptar, gjë të cilën nuk e meritojnë kurrë këtë. Edhe ata të cilët, jo vetëm që nuk u rriten pensionet, por dhe ata që mbaheshin dhe mbahen me ndihmën e familjarëve të tyre jashtë shteti. Edhe atyre 35% të parave ja u mori droga, sepse e zhvlerësoi euro. Euro në Shqipëri është i vetmi vend në Europë, në të cilin euro ka pësua një zhvlerësim dramatik për i 35%, në një kohë kur në çdo vend tjetër, euro ka shkuar duke u rritur lehtësisht. Por baronët e drogës, me eurot që fusin, edhe remitencat, i po thuaj përgjysmuan si vlerë.